Çdo ditë më shumë institucionet shtetërore, sidomos ato qendrore, janë duke u bërë më të mbyllura. Dhe ne kuptojmë fare qartë se pse janë duke u bërë më të mbyllura. Pra, janë duke u bërë më të mbyllura sepse kanë për të fshehur diçka. Dhe ajo çfarë fshin një institucion është asgjë tjetër përveç se korrupsioni dhe abuzimit me pushtetin. Ndaj gazetarët e kanë shumë vështirë për të siguruar informacionin. Këto jo që po e them unë si gazetar që e prek çdo ditë, por në çdo raport ndërkombëtar flitet për hermetizim të informacionit. Mjafton shikohet për shembull që shumë qytetarë nuk e dinë se si funksionon aparati shtetëror i Republikës së Shqipërisë, të cilët nëse deri para 2 viteve kanë qenë çdo ministri ka pasur një koordinator informimi, tani më i gjithë informacioni është centralizuar tek kryeministri. Pra çdo kërkesë për informacion kalon nga zyra e kryeministrit dhe më pas shpërndahet për ministri. Si do thotë ajo koordinatore e kryeministrisë zakonisht nuk jep asnjë përgjigje. Në shumicën e rasteve gazetarët nuk marrin përgjigje për temat që ato kërkojnë në mënyrë specifike. Pra dhe për çështje të ndjeshme. Për shembull, një gjë që gazetarët i shqetëson janë publikimi i kontratave të udhëtimeve private të kryeministrit me chartera private. Jo udhëtime private, por me chartera private. Pra është një shpenzim buxhetor i shtetit që qytetarët duhet ta dinë. Pse ne nuk e dimë se kur bën këto kontrata, si bëhen dhe sa ka paguar për një udhëtim.